mbrëma të gjithë. Mirë se keni ardhur në Portokalli. Mi mbrëma. Zero. Unë zero më? Unë këtu, ti se me këflet andej së të marrë vesh. Si me këflas, më... O, më falë. Mirë? Qka? Ç'kemi? Çdo kemi? Ndo një gjë? Hiq. Hiq, e? As gjë fare, e? Hiq. Mirë. S'të pëthem dhe unë. Do fillojmë. Po, fillojmë. Hajde fillojmë. Më vjen zorë. Si të vjen zorë, më? U bëm për të martuar. Marim lek akoma nga shtëpia. Ashtu, e? Kur do vi ajo ditë që të bëhemi dhe ne drejtora, ore? Pra, kur do vjet? Ç'pu më bën këtu, se ka marrë vesh? Unë, mja kështu, prezentoj Portokallin. Prezentator jam. Shi. Shqyr. Shqyr. Ore, shqyr. Po pra shqyr. Shqyr është fjalë turke, po hajtë më. E ke punën tënde, e hap, e mbyll kur të duash. Së të rinj njerit e koka. Jo, nuk është ta mama ashtu si thua ti, po është mirë që kam një punë, shumë mirë është. Po mirë, shqyr. Po shqyr. Po, 2 lek i merë, ore. Po, i merë 2 lek, ashtu është. Po, edhe 2 palë roba i blen? Po, i blej. Po, edhe 2 palë pushime i bën, se shpirt ke dhe ti. I bëjmë. Kam seriozisht. Po, edhe kur del me të dashurën, s'paguan se cili për vete, ore. Jo, ne. Në Shqipëri vetë mashkulli paguan, a je ha, gjithmonë, po. Unë paguaj gjithmonë. Shqyr paç. Po, pas ke ndryshuar, po më pëlqek, dëgjo, të ofroj një vend pune unë ty, do të vinë të marrim punë. Hajde. Po ç'mërri? Sa shroga? Sa shroga, thot. Po, dhe hajde fillon një punë, sa shroga, direkt. Ore, unë jam e këtë që shiko kushtet se puna dihet. Si puna dihet, mo? Po ti fillon njerë, pse do të mendosh rrogën parën? Ti pa punje? S'të marrë vesh. S'më merr vesh fare, e? Punë, të fillosh punë. S'të marrë vesh. S'më merr vesh fare, e? Zero, e? Do të them rrogën fillim. Të më thuash rrogën, po them. 800.000 lekë ke rrogën. Po, zyra ku është? Si qeshti? Ore, drejtor, do punosh në terren, nuk e zyrë. Zero. Po si mos do të fillosh... Ore, të më thoj bota mua pastaj që filloj punë në terren, turp. Turp 800.000 lekë turp, ha? Ore, unë jam e këtë që më mirë pa punë dhe koka lartë, se sa në terren dhe të thoj bota turp. Për këtë jeti, ha? Për këtë jam. Po si më nuk të pëlqen një punë 800.000 lekë, shëmo? Ma thuaj, ç'punë është kjo? Po puna është sufler, do punosh sufler. S'të marrë vesh. Po se merr vesh ti. Sufleri është, për shembull, del aktori në skenë. Harron tekstin, ti nga mbrapa i thua, kështu, me letë. Ja, është punë e letë. E di atë barsoletën? Jo, nuk e di, më thuaj. Ishte një aktor. U martua me një aktore. Po, edhe i tha ai, po pse kur të vemi atje që të bëjmë këtë të kthehemi, dhe i thot ajo, jo, i thot se nuk ka mundësi që të ndodhë kështu, sepse në momenti që u i gazuar. Pastaj, i thot ajo, rotulluan atë, ndodhi këte, tavolina. Në momenti që vajti, jo, i thot se nuk ka mundësi që të ndodhë kështu, sepse, bebelina. Dhe në momenti që nuk ka, ore, shmë shikon ashtu?
S'të pëlqeu? Me mua e ke? Me ty e ka, me ty. Të marrë vesh. Dëgjo, unë jam për këtë. Për kë? Ik më vlla, ik. Ik se si e për gjëti, po ik. Ik se nuk do punë ti, po ik. Ik se nuk e do punën ti. Edhe një herë, po ta jap mundësin. Me mua e ke? Me ty e kam, po ik tani. Largohu. Mirë. Mirë, hajde.